laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara. Vetë se është i kënaqur Allahu me besimtarët kur ata të adhën besën ty në hijen e pemës. Është për qëllim beja të Ridvan ose beslidhja, kur bon beslidhja mes pejgamberit sa me sahabët radhiyallahu anhum, kur kanë dashur të shkojnë në Mekë dhe mushrikët e Mekës i kanë penguar. Ne vëllezër të nderuar, e ndjekim rrugën e pejgamberit sa rrugën e Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut radhiyallahu anhum. Rrugën e njerëzve që janë për gjeneratat e arta. Imran ibn Husein ka qenë sahabi shok i pejgamberit sa Thotë kanë dëgjuar pejgamberin sa duke thënë khairul qarni qarni. Gjenerata më mirë është gjenerata e brezim. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që vijnë pas tyre. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që vijnë pas tyre. Ka përmend 3 gjenerata. Gjenerata e parë është pejgamberi sa sahabët. Gjenerata e dytë janë tabiinët. Gjenerata e tretë janë tabiinët. Do të thonë këto janë brezat e artë. Na ecin në hapat e tyre. Ai që lexon historinë e tyre me vëmendje e kupton se më të vërtetë ata kanë qenë njerëz të jashtëzakonshëm. Po pse kanë qenë të tillë? Sepse janë edukuar, janë shkolluar në Madrasatun Nabawiyya, në shkollën profetike, në frymën që ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë ne do të jemi krenar, të ecim në hapat e tyre, mos frenojmë, mos të ndalem, mos bllokohem rrugës, përkundrazi të jemi krenar dhe të karnohem me dinin islam, me umetin islam, me rrugën e parëve tonë të mirë, të cilat kanë sakrifikuar çdo gjë që kjo fe me arrit këtu krash, edhe tek ne në këtë vend. Sepse Allah azza wa jalla ka garantuar padyshim fen, mirë po i ka bërë sebepet. E sebepet janë pjesë e ligjit të Allahut azza wa jalla. Ku kjo fe transmetuar brez pas brezi, edhe ka mrri edhe deri tek ne, deri në këtë vend, edhe të mrri deri aty ku mrin dita dhe ku mrin nata, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Për këtë kur e shohim historinë e artë të muslimanëve, e kanë sakrifikuar njëri tjetrin, njëri për tjetrin. Për çfarë arsye? Për me dalë në ndihmë njëri tjetrit. E kanë kuptuar mirë ajetin kuranor, ku thotë Allahu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bashkëpunoni në punë të mira dhe në bambirësi, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dhe mos bashkëpunoni në mëkat dhe armiqësi. Ka qenë një marrëke, një betejë mes muslimanëve dhe romakëve. Dhe në betejë kanë mbetur shumë të plagosur. Dikush ka hyrë me volumtu, kush ka mbetë gjallë për tyne. Kanë dëgjuar një zë duke kërkuar dikush ujë. Ka shku të ajmja që ujën me pi. Do të thonë, imagjinoni çfarë skenë dhimbshme. Edhe kur ka shku me që ujën, e ka dëgjuar një zë tjetër duke kërkuar. Ky që ka qenë i nevojshëm për ujë, i ka thënë çaj atij tjetrit. Kur ka shku te i dyti, e kanë dëgjuar një zë tjetër duke kërkuar. Edhe ky dyti ka qenë i nevojshëm për ujë, por ka thënë çaj atij. Kur ka mbritë i treti, ka ndruar jetë. O kthy i dyti ka ndruar jetë. O kthy dhe te ky pari të gjithë kanë ndruar jetë. Kjo tregon se ata burra të cilët e kanë transmetuar këtë brez kanë qenë burra të fortë. Kanë qenë burra që kanë sakrifikuar veten për me ndalë ndihmë tjetrit. Jo sikur sot, që fatkeqësisht shohim njerëz që janë vetëm egoista, që japin përparësi dynjas para ahiretit. E këshyrin vetëm interesin personal, nuk i intereson pse i dëmtojnë të tjerë. Po ashtu, po ju tregoj edhe një ngjarje tjetër. Ka qenë një betejë mes në kohën e halifës Omerit radhiyallahu anhu, vitin 15 Hijri, mes romakëve dhe muslimanëve, që thuhet është betejë e Jermukut, Marakat e Jermuk. Thot një prej historianëve islam, Ibn Kathir rahmetullahi alayh, në Bidaya wa Nihaya, thot romakët e kanë qenë arab të krishterë me vëzhgu, me marrë informacione për ushtrimin musliman. Dhe pasi u kthye ai, i ka thënë çfarë ke pa? Ky e përshkruan kështu citatën. Thot jam kthyer nga një popull që falet natën. Do të thonë kur kthy ky muslimanëve që ka marrë informacione u kthy te romak. Jam kthyer një popull që falet natën, agjëron ditën, e përmbush detyrimin e vet, urdhojnë për të mirën, ndalojnë nga keqja, natën janë për iftarim, kurse ditën kalorës. Është për qëllim për iftarim njerëz që veçohen në adhurim. Billejli, ruhbanu, o fi nehari forsan. Ka thonë ky prisi romakëve, generali tyre do thotë, në qoftë se këta njerëz janë ashtu siç pretendon ti, dhe siç thua ti, atë brendësia tokës është më e mirë për ne dhe për ata të cilët dëshojnë të luftojnë me ta. Këta burra ka qenë paraardhësit tonë.
të cilët e kanë ndjek rrugën e Allahut dhe rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet bëjmë përpjekje që s'paku t'ju përngjajmë atyne të ecim në hapat e tyre.